Nga Shkodra aty ku u ndal për takimin përmbylljes të fushatës elektorale, kryesocialisti Edi Rama sqaroi të gjitha akuzat për mungesë programi, duke sjellë në vëmendje negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Është makina më e madhe burokratike e botës, Bashkimi Evropian. Ti do negociosh çdo produkt. Veza, peshku, midhja, gaforja, domethënë çdo produkt do ta negociosh. Do negociosh si do t'i hedhësh ti hapat për përmbushur X gjëra për institucionet e drejtësisë. Do negociosh ekonominë, do negociosh të gjitha. Teksa prezantoi arritjet e 10 vjeçare në këtë qark, Rama kërkoi shkodranëve votën më 11 maj për vëmendje të shtuar investimesh. Dhe tani të zgjedhësh një kal gjysmë ngordhur, se të pëlqen ngjyra. Dhe të mos zgjedhësh një kal që ta tërheq karrocën me shpejtësi se s'të pëlqen ngjyra, vetëm Shkodra e kanë paur punë. Kryeministri Elisë Roz përgënjeshtroi zërat se veriu i Shqipërisë është neglizhuar nga qeveria. Edi Rama s'do veriorët e Edi Rama. Unë nuk e di se si sepse në atë pemën e komplikuar të familjes time, rrënjët janë të shpërndara dhe kam rrënjë edhe në Shkodër, kam rrënjë edhe në Mirdit. Kështu që nuk e di unë se du. Përveç se për te të tjerave në Shkodër kam pas njerëzit që më kanë udhëheq mua, më kanë mentoru si artist, që nga Dani Shukniu, te Edi Hila, historinë e Shkodrës kam qenë shumë i lidh. Në përfundim të takimit, Rama shpreu bindjen se PS do të shpallet fort së parë, por nevojitet të ketë më shumë se 71 mandate për të siguruar mbylljen e negociatave brenda vitit 2027.